janë që nuk është dosë vëmendja me u zhvendos tek një person. Por Edi Rama ka bërë qëllimisht për të zhvendos vëmendjen nga protesta reale, nga realiteti i cili po gufon në sheshin e Tiranës, ku kërkohet rrjeqja e tij për shkak se edhe pas 13 vite në qeveri Edi Rama nuk ose ka arritur me sjellë ujë qytetarët. Pra qytetarët e Shqipërisë ndërtuajnë për ujë, për konsumin të ujit. Derisa vetë Edi Rama e dëgjova një video ku akuzonte 2013 Zoti Berisha, akuzonte që unë nëse do isha kryeminist për 8 vjet do të kishte ujin vetë do të kisha i. Pra tash po bën në vitin e 13 qytetarët prapë nuk kanë ujë, kështu që me pak fjalë Edi Rama është thjesht një manipulant politik dhe si i tillë ka arritur ta fusë që kë në këtë panevojshme në këtë histori për ta zhvendosur vëmendjen nga realiteti, nga ajo që qytetarët e Shqipërisë pra po kërkojnë largimin e klasës së vjetër nga pushteti dhe ardhjen e një mentaliteti të ri politik ku qëllimi kryesor do të ishte ruajtja e interesit kombëtar para se gjithë dhe pastaj me i përfundu disa punë të cilat realisht nuk është se kanë përfundu dhe qytetarët po vuajnë nga papunësia, po emigrojnë, po gjëja më elementare ose nuk kanë ujë me pijë dhe nuk di se çfarë mund prit nga një kryeminist që nuk ka arritur qytetarëve vetë në sjellje.